أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن أدعية لا يستجاب لها يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أما بعد فالله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم إن دروع جماعة së bashku në këtë ditë madhet mujve më të mëdhaj në historinë islame, në kalendarin tonë të dashur, duhet themi për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam me një gojë, me një gjuhë, me një za. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Në temën tonë të hapur në lidhje me frikën e besimtarit Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu. Sot edhe atë tranzit shumë shkurt do të kalojmë disa ajete dhe të kemi së bashku për jetimet tona me fjalët e Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu në lidhje me këtë temë të bukur, në lidhje me këtë temë me rëndësi për njeriu. Fjala frikë me Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu e ka definicionin e vetë të mësuar nga dersi i javës kaluar. Hazreti Aliin karram Allahu wajha e kanë pyet se si muslimani i pregohet Allahu Jalla Jalaluhu. Çka janë veprat të cilët ai i bën, edhe ne nga ona kujtojmë edhe besojmë se ki njeri Allahu t'i ka frikë. Çka bën ai, çka vepron? Tha, radiallahu ta'ala anhu, do ju frigu Allahu Jalla Jalaluhu do të thotë. A e futi këta inderuari, e futi këta në tri fjali keq shkurta. Fa al-khawfu min al-jalil. Fa me urdhut Allahu gjithë fuqishëm. Wa rrida bil qalil. Fa me punu për me pas shumë, o me qeni knashur kur ke pak. Me punu për me pas shumë, me qeni pajtum kur ke pak. Wal isti'dadu li yawm ar-rahil. Ka dhe me qeni pregaditur për udhëtimin e madh. Pra për me urdhut Allahu Jalla Jalaluhu shenja treguese se njëri prej neve Allahu t'i tregohet sipas definicioneve të dhënura nga Aliu karramallahu wajha, pas kanë qenë pa me urdhut Allahu gjithë fuqishëm në çdo vepër të thotë. Në çdo hap me qenë kujdesi jot në nivel se Allahu Jalla Jalaluhu është mbishiquesi absolut i veprave tua. Me punu me pas shumë do të thot pak gjumë këtë botë që ta kejtë vepër dhe dituri edhe me ju pregatit udhëtimit më. Cëllit udhëtim? Udhëtimi ma të gjemati jona është i njohur për shkak se musliman, a u përdor fjala udhëtimi ma dhe ka të qarë për shkak litën. Udhëtimi i cili më mbrapa nuk nga lem nuk litë. Udhëtimi i fundit, ndarja me familje, ndarja me nën e babë, ndarja me grua dhe fëmijë,
është ndarja për kësaj bote udhëtimi për në ahiret, udhëtimi më i madh, pa me qenë për këtë udhëtimi përgatitur. Të nderuar xhamat musliman, fjala khauf, fjala frikë në Allahun xhelle xhelaluhu, është shumë ngushtë e lidhur me fjalën besim, ndoshta fjala frikë më thash vetë besimi. Për shkak se mundet me u lohat besimi i njeriut nëse niveli i frikës Allahut vetë poshtë. Çdo njeri i cili ka formu bindjen e vetvetion e tij se me Allahun xhelle xhelaluhu raportet nuk janë të mira në disa stadiume, duhet ta ditë ai se besimi i atij ka ngel poshtë, besimi i atij është dobësu, e pastaj në fazën e ditë duhet ta lip faktorin, duhet ta lip shkakun. Çka ndodhi që ndodhi mua kjo, unë mos t'i frikoj Allahut xhelle xhelaluhu. Kush lujti pra në vorrin tim? Cili ka ai avangji, cili ka ai huaji që deportojnë në mbrëmësitë e mia, edhe mbani që unë edhe musliman, edhe Allahut mos t'i tutem, edhe musliman, edhe besimi të mlohatët, edhe musliman, edhe unë mos kem gatshmëri, do të thotë, imuniteti jam bëhet aq i dobët saqë kush mrihet lujen meja dhe mbrëmësitë e mia të besimit, e tani unë mos ta di origjinalin tem ku ka bërë. Këto fjallë që ka i puna tash në punë, xhamatit i ka anije mos me i kuptu, për shkak se shembullin s'jam kemi sjell hala. Kur ta sjellim shembullin në fjalë pa kuptueshme, çdo gjë bëhet e qartë. Tash tim këtë zaman, këtë kohë, kur njerëzve ju kanë turbullu gjonat e dhënë të besimit e dhënë jo të besimit. Ju kanë përzi dhënë të huja me drejta. Kur njerëzit s'kanë mundësi me dallu ku e ka ara vetë meshën edhe ku fillon e huja. Njerëzit i kanë humbë. Njerëzve ju kanë thi valët e antenave të pranimit e dhënjes së shëndosh të valëve të besimit vetë. Çdo gjë e morën nga valët e antenave dhe mikrofoneve të huaja, për shkak se antenës vetë ato, edhe mikrofonave të vetë për veti, jam kanë nu dorë dhe i kanë ullë poshtë, duke me du se po bojnë mirë. E faktikisht në atë rast, i kanë drejt mikrofonat e që tërkuj me u spjegu, se shfare duhet me gjenë. E tjera tani me një shembull shumë thjesht, edhe ata e fjale e thjesht më mdo për në madhe bile. Ma thjesht se thjesht janë gati me lujt me muslimanin apo me jo muslimanin, me si cilin e me muslimonin nga shta pak ma të epër. Me një kur gjohiq, me shëtit një musliman nga aspekti besimit, a i me pa vetëm, nëse ka mundësi me pa, se sa kanë ndjenjët e ati besnikut, sa ju kanë besnikut besimit, sa ju kanë bërë gjerit e vlëpta. Kja një shembull shumë thjesht. Njerëzit ditave të fundit, pas kanë pa një hili nërë që po ma i ka drit mramje, ata njerëz të cilët i pritin të shansa, ata njerëz të cilët i pritin të shansa dhe i pritin me vite, për me lujt, për me manipulu me besimin e njerëzve, për me manipulu me besimin e njerëzve me lloj spjegime të kota, me lloj spjegime të mikta, e deri ku pas ka shku puna pra. Disave ju pas kanë thonë se kjo është shenjë i kiametit. Disa po thojnë se kjo është një gjëra cila ka të bëjë me punën e përçuzve të lartë të rrimës. Disa pas kanë thonë se kjo gjë e dëmton njeriun edhe rrezitet, pra kanceri bëhet shti prej kësaj, edhe kejt njerëzit për 7 vite tashme kanë me vdek prej kancerit, miliona e miliona njerëz për shkak të rrezeve të kësaj që po ndodhen, e deri do pas kanë thonë se shumë nga këto dita është fundi i kësaj bote, por çdo gjë po merr fund, e deri ku pas ka shku puna pra. Kanë aluhat një grue në trojet e tona me fëmiu i asaj në barkun e asaj pas ka pas shumë shqetësime të mëdha, edhe të mjeku i kanë tregu se e ke prej frikës, e pas ka pranu ajo vetë se jam tutut prej ati illit nërë që po kanë dritë.
jam tut shumë se thanë Kiameti ku bërë. O i ti modra im, në cëllin tim jeti, në cëllin fe jeti, po si të bërë dita e Kiametit, a mos po dërnë veç ti me atë gjallin ta në barë me pështu t'i kuna? Që po të dhimë ata, qka po do me thonë ti me këta, se dita Kiametit e tisën po e limë një mirës po e formo, mos e keni jetë veç ti me tu si të bërë. Tani mos e që ditë, po si të bërë dita Kiametit, që shka s'ka përbashkët kjo gjohë që po e shofin një dinatësin me te, s'ka përbit përbashkët, po nëse bërët ajo, mos po kujton t'i elbet se ajo se ka kona, ajo e ka kohën, ani se kjo s'ka përbashkët, po asa i ka, e si të vejle ajo pra, asa është një prej shartëve të besimit atë. Nëse ka arë koha kjo botë me marë kumë, gjatë që kjo në gjarje që janë nënë, nuk meriton me da i marë kohën për këtë tim, po thujtë. Nëse e thashtë ajo, ase ke një shartë prej shartëve të besimit atë, do të thotë nuk je ullë para hoqës kohën, do të thotë se baba i cilit ka eduku nuk ka qenë betar, nëna e cilat ka rrit nuk ka pas din, si ka dit shatër, ata shatër janë pra. Me besu Allahu një, me i besu me lejkën e ati di, me i besu kitabët e Allahu Gjelle Gjelalu, me i besu bërgamat e Allahu Gjelle Gjelalu, me i besu kadar edhe kaderin, caktimin e Allahu, edhe me besu se dite a Kiametit ka mu bon. E tani, a pas ka dishka që di, jo kur gjohë s'ka që diqme, e ke besu ti me lajket, ato janë këtu pra, është që di, kur pra që di, i ke besu librat e Allahu me legjelalu, Kurani Kerimin e ke ndorë, është diri që di, është zonë, jo, është problematik, jo, i ke besu përgamar të Allahu, i përgamarin të Allahu të ke me veti që të din, Muhammedi nuk ka vdek, Muhammed a.s. për dit po vend të ubo ma i gjallë edhe ma i bukur edhe ma i dashur, edhe të muslimanët edhe të jo muslimanët. Ti e ke besu pra se Allahu Gjelle Gjelalu ka zbrit për me lajke, ka zbrit për nga mere, ka zbrit. Pse janë të shafet besimit, e pse putron ditësh nëse dita a Kiametit po, a janë shafet e besimit brejna se ka mu po. Shka ndodhi, kur gjohë s'ka ndodhi. Mendim jetë shpionimi të Amerikanëve dhe të tjetërit janë të rëndit bota. E nëse nuk kam jetë shpionimi, pra, e qka është pra kjo? Nëse nuk kam jetë shpionimi, qka është pra? Ashtë një objekt i Allahu Gjelle Gjelalu në hapsinën e lartë të ti. Nëse nuk është një shpionimi, është një objekt i Allahu në hapsinë. Si bashkë si që ki djele që nga ka bo sot dritë, edhe si kim këtë botë në ku jetojnë, në ratojnë me miliona tjere të cilëve drita Allah, drita e atyre nuk ju ka halal të për shkak se për të arrit rrezët e ative sa larg janë i duhet miliona vite. Me 8 milion me fuqien e udhëtimit të rrezës dritës, e cila për 8 sekonda, për 8 minuta, i kalon 94 milion mila, ose 148 milion kilometra. 94 milion mila për 8 minuta me udhëtu, miliona vite drite i dur me rrezët e atin këtu me po dritë. Pra, nuk jeti vetë, nuk jeti edhe dhe vetë, kemi shumë gjonën këtë botë. Kur rotullini i kësaj toke për 24 orë në jep në të rotitën, një objekt në hapsin selët për 8.000 vit një herë dhe vetës. Për 8.000 vite një herë, vetëm një herë, sa toka për 24 orë. Për 8.000 vite një herë, e një qasit dilit ndoshta po thomën e ose ma i vogël një batari, një dilët volt në hapsin, i po do këtash me miliarda i në zëqeri ju do këtë drita majtë e vogël, mos s'ka nevoj me ushqetsu, s'ka nevoj me luhat qeshke me besimit një kur gjoheq, apo, unë s'pa tham një kur gjoheq dhe hapsin, një kur gjoheq e kam nevoj një kur kosheq, e kam për qëllim, një kur kosheq, ne jemi musliman, ne kemi të qatë që kam ndonë hapsin me mija vite. Ibrahim a.s. tha falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فkur e ka pa Ibrahim a.s. në kohën e arritjes fillimit natës, tha ilin, një të valë, një il. Edhe Allahu kush mëson gramatik shqip, këta më të miri na kupton, edhe nëse dikush e din gramatikën arabisht. Çka do të thonë gramatikën shqipe, i shquar edhe i pashquar. I shquar edhe i pashquar. Pra ilin të cilit Allahu në Kur'anin e Kerim nga sjellin, të cilin Ibrahimi a.s. shembull e mori për një thirr njerëzit në besim, e la të pashquar në Kur'an. Fa falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaba. Fa e ka pa një il, do të thonë ku e dim një ilin të veçan, një ilin me karakteristikat veçanta, nështë ka qenë qiki, atërë, se po thojnë shkencëtarët tash, mas dini e 400 vetëve këta kur ta shohin njerëzit prapë. Unë po habite, qa e gruja, e cila ka pas lëndime në barkun e asaj për punën e fëmijës, nga shqetësimi i frikës, se gratë kur kanë problem që kanë fëmijë në barkë, kur kanë probleme me frikën, me të vërtet kanë shqetësime të mëdha. Ato shqetësime unë tash do t'i spjegoj në përmet ajetit Kur'anit e Kerim në suratul Hajj, në ajetin numër 1 dhe numër 2. Që në ndodh ati? Pra që ajo grue, e cila shqetësove shumë burra, edhe shumë burra, po këtile s'ka shka më njëra prej bankove, prej mërës njëra për t'i shka. Që ajo grue, e cila shqetësuat shumë, që ajo grue interesant, e kanë dëgju se më dimi e 400 metrë njerëz do t'a shofin, edhe ata atut se po bëhet kiametin gone asa. Kja dimi e 400 metrë me tua. Njerëzit pra nuk janë të logikshëm. Njerëzit e kanë humbë çdo kontroll pra në këtë botë. Po më duket se çka kanë mendila, çka kanë çontat xhepit, çka kanë fletore dhe lapsa, çka kanë libra dhe dituri, e kanë lëshuar to por sikur se kur s'duhet në ato në kur gjo me pas, e na pra shqiptarët duhet po po. Asi populli i cili çka ka të vetën mundësi duhet me reduk, se kim se karabin mo se s'ka kur një mundësi të vetën, edhe tash duhet bja qërë derën mo, kejtë qërë çka të thojnë. E shka të thojnë qërë pra na thojnë po. Ku e ki imunitetin tanë? Ku e ki imunitetin tanë ti? Ku e ketja? Edhe këtë s'ke mujt me e ka, edhe këtë s'ke mujt me e ka padise, por nëse bëhat ashtë prej shafëve që ne e dima, që dime dhe e besoj ma shtjes e 5 torë, edhe këtë se ki kapa. Ata shka vlave jemi dashur, apo me ndonë e vetë se si kanë pësua dhe asaj kushtëta, ja Muhammed i thanë sahabët, o i ndërguar i Allah, kur bëhat i ta kjamit? Kur sosët ajo? Kjo bëhat, kur sosët? Tha, sinfen, lem arahuma ba, shumë herë kemi spjegu, pa tha di grupa njërës kur t'i shqip një herës për rrugë, tha ajo po. Lem arahuma fi e jemi, tha nuk i kam pa në kohën tëmë. Shtu tha Rasulullah, s'janë tha këto di grupa në kohën tëmë, ju kur t'i shqip një rrugë. Se këto faktikisht në kohën tëmë zgudzojnë mu leju. Për këto njëra palë zgudzojnë, a njëna palë për ta s'ka nevojnë. Qa ju shka zgudzojnë? Ta nisaun kasijatun ariyat, gra të veshura në kuriqe, mendojnë se janë të veshura. Kur ta pytësh, do të vesh me janë shka ka. Kur të hete për rrugë, ashtë provokatore. Ashtë provokatore me monirën e robën dhe modelin e asaj me njërën bëraka. Ashtë provokatore dhe ashtë provoku se e morë. Provokon si të smuar o të shëndoshëm në rrugë. Rruzuhun në ka aslimet il bukët. Tha, flokët i kanë në formën e kungës devës, në shpinë që e ka devja, se të frizora, të frizeri, shkojnë ato çdo ditë me i frizerizu, do me thonë me i shëndu në frizerka. E tha, këtë grup njerës kur ta shqip një në rrugë, dita kiametit a ditë bo. E ti ori motra e me mësë që ditë, po që ditë as po nga ti i baluaki nëse ke pas tjelve, këto di kushtet plëtsume. Ti s'ka në
vudu të heq. Se ti a ke plotësu kushtët ditës kiametit ba. Ti e ajo e tila ke e këshamir, e ke shkërdu kustimin, e ke bon prej maksi islam, e ke bon mini qafir në ato dhe ke qit, e thash ti, i ke bon plot që që parashkron hadisi, me njëra floj mësh me pravo kusën të në zokat, ti mu të të qëti se qdo posh për anim e fundit saj bote, kejt kushtët i ki plotësu ti, edhe ke qenë shkaktare me afruat dit të këne. Kjo grupi i parë, tha për nga meri këto zgudzojnë me konë temë. Shans nuk ka. E dita grup, kur të shifti ju për rrugë, anë konë temë s'ka nevoj me parë. Tha rigjelun, dëgjo mirë gjalleri, dëgjo mirë. Tha rigjelun, alejhim sijatun, ka abnabil bakar, jadribune bihannas. Tha një grupë bura, e bajnë kuk një gjanë bishtit lopës, i rejnë njerëzit me ta. Kur t'i shqip një këto për rrugë, qa dit apo? Qa dit mërë punë he mërë në bu. Një grupë bura, në kukin e vetë e bajnë një gjarë bishtit lopës, i rejnë burat, i dribune në nësë, i rejnë burat me ta. A i keni parë këti grupa ahalasi keni parë, të në kone për nga merit nuk ke, në kone tona, janë këti grupa. Pra mësë që ditë mësë rapit fare, edhe me njajo me emrodhja shumë nërmëll, a shumë nërmëll. Tha një Rasulullah, kur bot ditja kiamit, kur kjo bot merë punë, tha, la të kumës saa, hatta ju kellime ahadakum, shirakun alihi wa adheba të sauti. Tha nuk bot ditja kiamitit, deri sa ju me janë qetrin të folmi në ripin e në allaneve edhe në tojën e kam gjikin. Tha në ripin e në allaneve pise doni me janë qetrin edhe në tojën e kam gjis. Shko të shpia, telekomi ta ka pru këta të dera. Edhe është mirë që e ka pru nëse e përdor mirë. Mere telefonin edhe atë fa mjeki që atë fa dëgjuese të goja dhe të veshi, nëje në të ven ku nohët ripin e allaneve kur të batësh. Nëje në të ven. Nëse ndo, që në gjisëm milimetri në kompën tonë jetë ven bosh për një nësonë dhe qetërës, provoj këta më shumojë, atëherë hadisi për nga merit nuk ashtë në regull, po kjo së mundët me ndonë. Se ti me shku me e pa atë, se sa ajo flen bukër mas gishta me kompës, kur të alojsh men të lonë se flen bukër, se ti ishe telefon provoj. Më regull, edhe toja kam gjivët. Aj telefoni jonë, e ka një toje tërë të telefonis gjatët edhe ashe drevën, e që e herë njerëzit kur i kanë vrejë hajvat me kam gjisë e shti, s'ka nevoj hajvat, ato janë me shmu kejt mo, s'ka nevoj për kam gjirë tash, nëse e drevë, për qëtër kam duhet me drevë, e vlejshin të gatë, e tani pak një plan mas drunit, e të selshin mirë, edhe e kalojshin një qetërin për me hargju nga dalë, kur t'i hargjohë moj ato në zgjilshin pra për me hargju nga dalë ata. Pra edhe nëse ke shiqut e të i telefonit, një pjesë ati është që ashtu e drevën. Këto fjallë i ka folë zotriju i nderuar që një 500 metrë. Tha kur të folni me një qetërin rript më lladeve, edhe në dojët kam gjiu qatë herë. Pra kejt kushtët janë kësune. Tha kur bëhat dita kiametit ja Rasulullah, tha hatta jakune amirukum Luka ibn Luka. Tha kur bëhat dita kiametit, tha dita kiametit bëhat atëherë, kur ju ta votoni, edhe të votohet nga dore e juaj, ma i poshtri i popullit, edhe baba e ati ka qenë musjaj. Qatëherë, edhe aj, edhe baba e ati ka qenë musi aj. Sa qatë herë. Kur bëhet dita kiametit ja Rasulullah, kur ven ajo, fa hatta entelide l'abatu rabbataha, fa nona kur ta linde zotnijë. Qatë herë bëhet dita kiametit, kur ta linde nona zotnijën e vetë. A ka lind, a halas e ka lind. Nona ka lind zotnijën moti, prej atit kur gjari i parë në nëzgati ka thonë kisë mërvesh. Atit kur gjari në nëzgati ka thonë kisë din. Atit kur gjari edhe qika në nëzgati ka thonë ti nuk mërvesh gjo se kua ju ka qenë tarë.
ju keni qenë mbyllura, ju keni qenë në apsane, ju keni qenë në burg. Hajde pra urdo, ku shkut ju tash kur dullet prej apsane moj bia? Ku shkut pra? E unë po tham në emrin e Allahu Gjelle Gjelalu, se ato nënat për para kanë qenë të lira, e këto treja kanë hi në burgun prej të cilit shans nuk kanë me dalë nëse e vazhdojnë këtë jetë. Në cëllin burg kanë hi këto. Tash në cëllin burg kanë hi. Kanë hi në burgun e amoralitetit. Kanë hi në burgun, kanë hi në salën e operacionit të abortusit, a sala e operacionit të abortusit këtë bota është burgun më i madh. Kanë hi në salën e botës e cila është ka vërdis me SID, është ka vërdis me virusin i quajtër AIDS. Në këtë salë kanë hi. Kanë hi në salën e sive dhe kurve të smuara në këtë botë prej sive të burgjeve zona me darë nëse nuk ka kujdes njeriu për me verë. A shumë vështirë me darë. Kanë hi në burgën e quajtur Evropë. Evropa është burgë. Kjo fjala shumë e madhe, evropianët shumë ju jetë hatri me ndëgju se një hoqë, ka thonë një halli e hoqës balkonit, ka thonë kanë hi, Evropa është burg, Evropa është burg, unë nuk po thonë Evropa është burg, evropianët kanë thonë Evropa është burg, unë po e përsëris fjallë, po e përcjell fjallën e ative, ato kanë thonë Evropa është burg, ato janë të thonë hala Evropa është burg. Gratë ative kanë thonë në qytetin e Minhenit, në Hamburg, në Düsseldorf, në Minhen, në Berlin, në Koblenz, në Oberhausen, në Bremen, në Kassel, në Würzburg, në Stuttgart, ato dulen vikatën rrugë në demonstratat më të nxehta që i pa historia e femrës Evropës tanë i dojmë të drejtat e gruas në islam. Se në keni bo kafsh. Kështu thanë ato në parollat e veta, në keni shëndru në kafsh. Unë nuk po i thonë gjithë fjallët që ka i thanë ato, se për neve nuk jenë gjona që i përdorën, ato janë normal. Se kejtë gjona që ka jenë gjë normal, shumin se ative për neve është abnormal për shkak se në kemi moral. Të ndërruar gjëmot, jo se cili burg këtë burga, jo se cili burg këtë burga burg, këtë bota është burg. Po shumë burgje në këtë botë janë liri, e shumë mënirat e lirisë në këtë botë janë burg. Kua liria edhe kua burg? Liria është atje ku është e vërteta Allahu Gjelle Gjelaluhu. Burgu është atje ku njerëzit devijojnë. Pra çdo devijim është burg, e çdo burg ku bëhet e vërteta me vete është liri. Muslimat të ndëruar, Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Sha'nu, para të femnën e cila është qetësu, para të femnën e cila është qetësu pa lirë, është qetësu pa nevoj, shqetësim. Prej një ditës e cila ajo është shpri prej asaj për shkak se niveli i besimit ka ra shumë poshtë ajo. I ka ra mongut, i ka shku mongut një shatë krijesor i shatëve që për me qenë musliman. Allahu në Kurani Kerim, në surën El-Hajj, në ajetin numër 1 edhe ajetin numër 2 ka thonë: Bismillahirrahmanirrahim. Ja ejuhan nasu ttaqu rabbakum. O ju njerëz. Edhe në këtë ajet e ka përdor fjalën njerëz, nuk e ka përdor fjalën musliman, as nuk e ka përdor fjalën mu'min, fjalën besimtar, po e ka përdor fjalën njerëz, do të thotë, e ka përfshi muslimanin, e ka përfshi jahudin, e ka përfshi krishterinin, e ka përfshi ortodoksin, e ka përfshi protestantin, e ka përfshi budistin, e ka përfshi brahmanistin, e ka përfshi zejdistin, e ka përfshi të gjitha fe, me gjitha sektët e tani për e presin njerëzit ndoshta prej meje, me përdor fjallën gjitha konfesionet, su shka për e përdorin këto politikanët e tonë, në për parlamente, në për diskutime, e për atojnë neve se na shqiptarët jemi të konfesionit islam, të mfalmi ju politikanët pra. Na shqiptarët nuk jemi të konfesionit islam, për shkak se fjalla konfesion, në këtë zamanin këtë fjallërën e ri, ashtë të përdorë shumë gabim, a fjalla konfesion nuk thot din, nuk e përfshin fjallën fe, fjalla konfesion e përfshin fjallën mazhab, ajo fjallën fe,
Pra na nuk jemi mezheb, se këto njerëz me vetdije po e bojnë të ndershëm xhamat këta. Nuk po e bojnë putona, po e bojnë me vetdije, kimse na jemi më zmramin me një fe takomi, mirë pa ajo fe pas ka shumë konfesione, pas ka shumë mezhebe, e na njëri prej ative mezhebeve na kanë shmi musliman, e doni qetër mezheb kana katolik, ama na më zmrami kanë shmi një, jo, s'ka mundësi me manipulu fare. Fjala konfesion ashe keq përdorës në ajo përshin fjallën mezheb. Na jemi musliman, feja muslimone, dini musliman. Katolikët janë dini, jo konfesioni katolik. Ato janë me fejë katoliket në kështu pa dokumentuar falsifikuese edhe falsifikate për veti edhe për andarë me saj. Konfesione është ortodoksizmi edhe katolikizmi me zveti. Ato janë di konfesionet të dinit katolik. Pra, jahudit edhe krishterët janë me një din takohen me zbramin, janë di konfesionet. Ama na jemi din veti pazor, ja prej ardhen e ta prej levri mahfud. Me kejt librat edhe pejgamberat edhe rregullat edhe popujt e ati, jemi din veti. Pra Allahu dhe Xhelaluhu këtu, kejt këto fe edhe kejt këto sekte i ka fut me një fjallë katolia ju e nësë. O njerëz, ittaku yawman, frigonu, ittaku rabbakum, frigonu Allahu Jalla Jalaluhu. Inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Dita e kiametit, rënimi i objektave qiellore bashkë me tokën, nuk ka gjë e vogël birre. Dita e kiametit, rënimi i objektave qiellore bashkë me tokën, nuk ka gjë e vogël birrezë në diellit nat. I kanë bërë njerëzit dhe janë trishtu, e kanë humbur drejtimin e kerrit. Fa inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Fa dridhja e fundit e shkatrimit kësaj bote është gjë e madhe. Yawma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. A di qëta femën e cila ka mirë në barkun e asaj, ati nga friga e hedhë poshtë, por këto hinë edhe devja, këto hinë edhe lopa, këto hinë edhe delja, këto hinë edhe bulica, këto hinë edhe pela, këto hinë kejt femët që bajnë fëmijë në barkë. Ta jo me të halu kullu murdiatin. Tha Allahu Jalla Jalaluhu, nuk tha gruja, po tha çdo gjë që i jep qetrit me thirr. Jo me të halu kullu murdiat. Tha dit tha çdo femën e cila i jep të voglës vetë me thirr, edhe ka në barkun e asaj, çdo gjë prej barkut pik poshtë nga friga që të ndonë. Pra, o musliman, mos i maksimalizoni gjonat të filet nuk peshoj, nuk bajnë pejt për të diskutu me ta. Se feja jone është me mo, feja jone është me gjë, feja jone është shumë me ditur se sa me ndojnë gjirët në gjitha aspektet. Ajo me të halu kullu murdiatin amma ardat. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wa tara an-nasa sukara. Prap njët, jo musliman, prap për të gjithë vazhdojnë. Wa tara an-nasa sukara. Tha njerëzit e kanë pamjen e të denjurit ati. Pamjen e ati që ashtë pinë. E qisha e shka pinë, qisha? A ka njeri që s'ka pa njeri të pinë? Ndoshta të një fmi që s'ka shkuha në gjithet, nuk i ka pa qisha i pinë, e unë duhet pak mi spjegu se qisha njeri pinë. A njeri pinë ati qisha, majtë spari numër 1, ashtë i humbër nga vetëdia, nuk dinë më, apo budalë. Cilësia e parë. Cilësia e dite ati apo 3. Hiq pa të pa kur një mërtan, asë nuk njët, ashtë i gatshëm rrugë me pytë mos pa të ngurë dikur se unë e jam të. Si të kalzon t'i murë, s'ka pa ku. Cilësia e 3 ati ashtë i lakë. A nga i me? Ashtë i lakë, do me thonë. Prej djernave, ashtë mirë mos me i kalu për skajt. Erës alkoholit edhe erës arit. Mos me i kalu, ashtë ndashme që mos me i kalu për skajt. Cilësia e 3 ati, e 4 a i flen loq edhe nuk ne. Cilësia e 5 ati, sa ma fort i do këtë sa atu flen publia. Cilësia e 6 ati me vetë. E pse kur zoni ju pion ato esë për unë, ta po ma qetë shpat gjatër,
Ma që tërmurzu, që a gjë për ma që shpa. Cilësia shtate ati, që ka bani ju kur të pini, vlavin te me vesh që shepate tjenë. Pra, Watara nasa sukara, Allahu ka thonë Kurani Kerim, kështu pra njerëzit nga friga asaj dite, kështu do të cilën, a hiq pa pi, hiq s'da të s'kan shans, pa qenë të pi, kështu do të kemë pasë. Qu e berë, një pijan shka bo një bura. A i do esë për s'ka i rrugës, një mjeshtër një shenë të e maru një shpi. Ja kishen po drumin në thellë shpijës për shkak se zënjina, kur ta marojnë shpijën se marojnë si tonë. Në të shfar shpijë ku marojnë 10 me 10. A do t'i bajsh po drum? Po, 6 me 5 po drumin. E sa po një thellë pra? 1 metre e 20 centim. Shumë pas ke një thellë mirë. Zënjini 6 katë t'i poshtë. To në hënërë e 34 ma. Ndërteshtit, zënjini. Një mjesër po e marojnë keni ndërtesh. Në skajt rrugës edhe e kishë mu peri. Eraj, që pula unë për ta. Por s'kaj e pa që ishtë ullu hatë, po e kishë një qiraka i mjeshtri shumë zavrak. Edhe janë të gjemë tri që ka përnujnë, i kanë televizje shumë të kanë shme në disa momente, me gjithë se pak, si ndanë hinë, po aja bori ta. Qka pak i njeri mjeshtri në vetë ta që s'pa e drejt. Mjeshtri dashti ta tërheqe ta leje. Leva. I këta qka doja e bojë hëtë të puna jote, mirë pati drivit ju bo me rakë me di. Edhe e boni vetëm që po dojnë me ndihmu se ki njeri pas ka probleme shëndetin i tha, maju për muri. Për perin që ishtë skajt po dru. I tha, maju për gami, maju për muri, edhe u majtaj për një me tu t'i dur t'u ka. Funin e dini. Funin e dini. Kështu pra është që e pamja ative njerëzve. Allahu dhe lezelarë dhe kështu do t'jeni, në këtë mënirë do t'jeni, a ditë kur do shkatrohen gjitha gjonët, a ditë kjo botë kur do t'more punë. Watara nëse sukara, po tha, wa ma hum bi sukara, tha kalzoju ja Muhammed me Kur'an, se ato nuk do t'jenë pinta ditë. Po qka do t'nove pra? Pra walakin azab Allahi shedid. Tha dënimi i Allahu gjëlle gjëlle Tha dënimi i Allahu gjëlle gjëlle do t'jetë i madhë shumë. Pra, keni ko me ju frigu Allahu gjëlle gjëlle. Keni ko me ndërtu vetë. A shkoa hala, sa është fundin? A shkoa hala me ndërtu vetë. Tha frigojë Allahu gjëlle gjëlle. Azabi Allahu gjëlle gjëlle është i madhë. Me siguri i madhë. I madhë o i qik, i madhë. I madhë duhet me u përgjith për zhveshën tonë dhe thërë. I madhë o t'i zotni duhet me u përgjith për një pluk të anës vuj thërë. I madhë o t'i trektari cili bozin për e thërë. I madhë o t'i trektari cili po e mërë gjohë në halë mos të jetë të madhë. I madhë o t'i cili e manetin e huj për mërë edhe po e halë të. Nuk me gjore që këtu për bantonë. I madh o gjalliri, i madh nëse ti je gjumash e puna jote, s'ka kush mu ka për ta se ti je pri. I madh o lavi jam i dashur, ti që pranvera po shprit me u ka për ta sinqerisht, e ti do ta shifër sa pas dash me u ka sinqerisht me di gusht. Me di gusht është midisi i dimnit për ata që e punën tokër. Me di gusht është ma vjeshta dhe bora e parë kara për ato njerë që tokën e punojnë. Iman dënimi Allahu Gjelle Gjelaluha. Iman o ti cili familjen tonë të ke vendos me ushqime haram. Iman është dënimi Allahu Gjelle Gjelaluha. Iman është Allah me jem ti, i cili kur t'ka linë gjallë sefte, kur t'ka linë gjallë përëndit, ka mësu islami se duesh ati nëse gjallë është di kurbana me apre, e nëse aja është shpemën një kurban, e ti ke ndëgju prej ati markut, se kur t'linde sefte, nëse dëshironi ju shqiptarët me u bëha i freskët, i lëvdishëm, i ngrohët, i nxerë, i vlazruar, i trimruar, u duni me stërpik pak beraki kur t'linde. Dënimi Allahu të është i marë, dënimi Allahu të gjëralu me të vërtet është i ashpër. I ashpër është se harove Allahu.
e harrove pejgamberin alayhi salatu wasalam. I harrove rrugën tënde praktikisht. Pëlqeve çdo rrugë që e trasuan të tjerë. Të tjerë të dhëm rrugë pa trasuar. Rrugën e përçarjes edhe rrugën e ndarjes. Shpesh herë po të ndodhë Allah jemi dashur që përçarësit edhe ndarësit i ke shpallë miq më të ngushtë. E tash nëse nuk e kuptu ke fundit, nëse nuk e ke qartë, unë me një shembull shumë qartë të baj, se ta kam borxh me ta bërë qartë edhe ata pa fije rezerve. Shtetin tënde, e pave që ka pëjndohë. E pave që ka pëjndohë shtetin tënde. Vllaznive tu, për i zatë Zotit, me emën të Allahu xhelle xhelaluhu, pa rezerve dhe pa ju frigu kuj. Për shkak se na jemi duke folë për frikën e Allahut, ato që Allahu t'i frikën morë që tërkuj, nuk ti më ju frikë. Ka thonë Allahu në Kur'anin Kerim suratul Ahzab, në gjuzin 21, Alladhina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu, ato që e transmetojnë librin e Allahut xhamatit vetë dhe popullit vetë, edhe Allahu t'i tutën, wala yakhshawna ahadan illa Allah, edhe kur kuj më veç Allahut nuk i kanë frikë, edhe as kush veç Allahu sinin se një trenë, pra në emrin e ati Allahu themi. Themi politikanët shqiptarë, pite ma i modhe të tërte ma i vogli. Pite ma i modhe të tërte ma i vogli. Edhe pytni, qka pëndohë në Shqipëri? I ke përgjigje të sisoj. Një shqetsim, por jo ashtë sa me ndohë. Njo. Po të që ka keme në thonë? Ka ndodhë një të lovi e cila nuk i ndodhë i këti popullin historikur. I ditë. I treti, ka skaj, por duhet me u angazhu pak më gjallë. I katri, kur s'kan qenë dhimat më të nevojshme se tash. I pesti, neve shqiptarve në ka hije. I gjashti, në s'dim për vete. I shtati, Evropa në drejtorë. I teti kemi miq larg, i nondi Moskofshin musliman. Sa të miq. Këto janë terminet e tona sot. A hoxha në emrin e Allahu xhelle xhelaluhu, edhe në emrin e shablonit Kur'anor, se çdo njerëz kur marrin aksion, na kallzon Kur'ani i Kerimi ku dalin me isbrami, edhe unë po tregoj pa çka ka menduar. Në emrin e Allahut. Jo politikan, se jo që, kam thonë si hoqë, jo që je du politikën, jo që mirë në me ta po e mërziti fërë. Po në emrin e Allahu xhelle xhelaluhu. Ta shti kanë me umze pale e veriut Shqipëris me palën e jugut për luft qytetarë. Kanë me imze miqët të cilët po vinë me luren, e kur të mze mirë do të avenë një rëpë me ushtarë në mesin e ative, zgjidhja do t'jetë një. Demokracia evropiane e cila kërkon me u bë referendum. Pra të jugut duhet me bë referendum, çka po dojnë ato, a bashk a veç? Kur ta bojnë referendumin do ta bojnë për veç. Pra i formum dishtit. Në emrin e kuj, në emrin e demokracisë. Kur krijet këtë proces, katolikët e veriut do të kërkojnë autonomi. Do të kërkojnë autonomi legale, autonomi territoriale, politike, krajnore, e këngëtore, muzikore, e koncertore, lloj, çka mos thuj, edhe atje do tjetë. Pra sa u borë i bërë? Qita pra jemi? Qështu jemi kur me Allahun tonë s'jemi? Kur s'jemi të Allahun xhelle xhelaluhu, kur ati nuk i kemi frikë. Këto në ndodhin, a politikanet e tonë do të shofin këtë punë të arsishme, edhe unë për jo thamë në emrin e Allahut, se këto gjona kur ndodhin, njerëz të tonë kanë me arsjetu, thojnë se, kështu me një lafti, e s'pat qarë ndryshe. Shka me do? Më mirë qështu se hiq. Jo, të më falë, më mirë hiq se qështu. Më mirë, unë po të pisë pra. Me qenë se ti në shpirtare, ke një shpi me 5 dhoma, edhe ati janë antartë e tu, ati janë shëmburri jot, ati janë shkerri jot, ati janë kejtë tuat, ama e ke edhe një familja asi, mrena në qatë dhoma e dojnë, për i zatë zotit, ama mirë qashtu, ama mirë hiqë. Ja, ama mirë hiqë.
ma mira është me qenë musliman se hiq mos me qenë. Ma mira me qenë musliman se hiq. Po nëse qetër pra jo musliman, ma mira është mos me qenë. Inderuar i gjemot, shpesh herë me ndohë se këto biseda kur zhvillohen xhami, prej shumë njerëzve më dëgjojmë na se thonë se kanë venin me këto xhamin qetër sen duhet mos spjegu. Xhamin qetër sen duhet mos spjegu. Kur gjoga që kësaj sot se ka venin ma shumë se kjo në xhami. Kur s'kemi qenë pra në mëtojnë, kur s'kemi qenë ma të nevojshëm se për këtë gjohë në xhami. Inderuar musliman, regulli për formimin e njeriut edhe si shoqërie dhe si individ. Ka rrëllë prej xhamie, s'ka mundësi me mohu. Besimi i cili nuk e në trondit njeriun për një shka shem në tokë edhe shka shem në qilë, ashtë mësur në xhami, s'ka mundësi me mohu. Djemët edhe gjelmoshat, qunat edhe të ima, të cilët e sjellën të mira në familje, janë eduku në xhami, s'ka mundësi me mohu. Djemët të cilët i dulëm zotë arës vetë, edhe pa fije shregullimi e këthinarën e vetë në sundimin e vetë, kanë pas qenë xhami të duku. Gjemë të cilët me shumë diploma u këthin në shtëpi, bazën, që më është u këthin, bazën e kanë pasë në xhami, jo jashtë xhami. Pra, në këtë hije, kësa i shpije ku jetojmë na dhe edukohemi, këto e thithim qumshtin ma të bukur, edhe qumshtin ma vitaminov, i cili nga trazon prej gjumit, qumshtin cili nga ban shumë elastik, qumshtin cili nga ban shumë të thurur, mirë në armaturur e organizmi tonë si njeri dhe si shoqëri, nëse këtu nuk e thithmi, qetri për jashtë është bibiron. Qetri për jashtë është bibiron një, i cili e ka emrin USA, modelin e kam fjallën, modeli i bibironit, USA. Modeli D, biberonit D, masit kaloj faza pak manant, e ka emrin Made in Germany. Modeli i 3, i cili është i përzim me koncentrat të bluajtur nga mishi ajvanve, biberon 3, është Made in England. Ati e për qatë lopjus mund. Ka ato i marun njeriut, i ma të mfalni, ato i përka mendja, edhe përka zbulimet, edhe përka ekonomia ative, shku në që lartë dashtë me i kalzu Allahut pak dituri, hasha, Allahut dituri me i kalzu, e i morën derat, e i morën kocit, e eshnat e mishi që po janë njeriu, në vend se me i urën për lop, i ngrinën në për mashinët e veta, i banën koncentrat një omër lop të krar, do me thonë lopa në hangë. Kur të haje lopa në e paralizohet, kur të haje njeriu në e paralizohet, të mfalni, lopa kur të haje këtë lope, aja lopë bëhet e smuar, pra bëhet në këtë mënirë që u bëhet. Edhe njeriu kur të haje mish njeriu, edhe aja smuat. Edhe njeriu kur të haje ide të njeriu qëtër si aja, edhe aja smuat. Edhe njeriu kur pranon pra që ambjate qëtëri si aja të vend sistemin, edhe aja ka hongër koncentrat të kocit njeriu si aja, edhe aja pa qëtër musmu. Edhe aja pa qëtër musmu. Mu për këtë shkak pëndodhi këto gjona. E kemi fjallën, Allahu Gjelle Gjelaluhu, neve në bëmë prej ative që në Allahu t'i prigohemi, edhe as kuj veç Allahu Gjelle Gjelaluhu. Nuk i prigohemi as kuj se kur kuj bërsh nuk i kemi. Nuk i prigohemi kur kuj se kemi marë as gjo. Po ju kemi dhonë të gjithë dhe ma shumë se pra kanë meritu, pra s'ka nevoj me ju tu që të kuj veç Allahu Gjelle Gjelaluhu. Inne lëdhine akhshawnë rabdohum bil gajbi, lahum magfiratun wa ajrun kabir. Ajeti i fundit, Allahu Gjelle Gjelalu tha shpëtim edhe sevape, pagesa të mëdha ditën e kiametit për ata njerëz që Allahun e kanë besu për edhe ju kanë frigu ati. Mos harrojmë në fund, pra e kemi një kërkesë, faleminderit që në më e kemi një kërkesë shumë modeste. Edhe kemi kështu mendimin tonë se do të pranohet të xhamati pa u ngarku normal, pa u ngarku fare. Ditën e Bajramit, nëse Bajrami ndodh xumor, edhe ju që dini xhamatin dashur të na, nuk ndodh ishte si ta shkruajnë ajo në kalendar të çike ditë, edhe më çat ditë mo. Po flitet se Arafati do të jetë për kurën e Bajramit të jetën, të në kalendar është
Bajramit të jetën, Arafatit të jetën, Bajramit Gjumon, qish do të rrejën na nuk e dim. Nëse na lajmërojnë diçka s'ka problem, po të na njerëzit janë të cungum nga kria që ju dhejshin punë, edhe nuk kanë shans me ndru mu bo, qish ka qenë për para. Ka qenë për para, pa televizor, pa mjet, pa radio, pa tranzistor, pa toki-voki, pa radioamaterizëm, pa kur gjohë, janë lajmëru këtë gjohëna, ka nga njerëzit me sahat në kom me ka vzur malsise, hona ka dalë, jo që shaprit, po ka dalë ndrishë. Tash kemi televizore, kemi radio televizor, kemi fax, kemi shka thash kejt mjetët mos t'i theki, e kemi edhe një illin nalë që bilajnë ka vzor me dritë finanset, ka vzru, shka s'kemi tash, edhe porim gjonat cungume. E pra, për ditën e Bajramit cëllëm ditë nëllë, si ndodhe gjumon, na se vetë gjumon, nuk do të angazhomi, po të shtu nuk do të angazhomi. Do t'i majmë disa gara, për të cilët qish moti jemi organizun ka të në tonë me i majtë, ditën e ditë Bajramit. E ato gara, me siguri shumë kultura sportive do të ketë ati, e si vetë kemi vendosë edhe plesë mi qitë me nga. Se këto shumë për nga si në përsopa nga për kërupi. E do të Allah me shka mos bile për ju ka nëzullu. E si vetë do t'i qesim a një poshtë të shofim. E pra, që ato gara, kemi bo në dhurata për ato kushtamone venin e parë, venin e ditë, venin e tretë. E pite venin e parë do të fillojmë me një musherë, tonë me një dash për dikane me rrallë të poshtë, atë musherën se kemi blesh drejtëna, i kemi dhanë parët për gjepit, shëshnia jone e ngusht, i kemi dhanë parët shti, ju të në e nërë. Pra për falët së gjëmoja, në i linit të një dinora atje, na i blejmë do servisa, do papuqe, do puma, do përkalla, jam në këtis me ati vërtume, edhe kështu që na Bajramin tonin të bojnë. Kja qëllimi, rini e ndërruar. Bajrami i jonit bo, edhe aja është i jonit, edhe të mësomin, manifestu qish jemi edukuna, qish janë gzut parte tonë, edhe Bajrami ka qenë ushtrim për dishka. Kja qëllimi ju. Edhe Bajrami ka qenë pregaditje për dishka. Pra këto janë qëllimit e tona, kam besimin e fort se ju këta s'dajtani prapë edhe në ndihmoni për ketë, se na po i gëzojmë nga të gjemët e tonë, kur 15 vite në për Bajrama, ne kanë gëzu qirë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Pa veç e të da gjëja? Nuk e për nëshë. Për në pas në korik, ma raket, këmi le. Gjallë të nëshë. Bani vakë. Shumë. 8 muzuet, pas këmë vlimit në parë. Faleminderit. Muzat. Po ti e dha me një muzat. E bom kolçi. Marke. Që di 50 marke? Ka më bino të zejë. Ne marke, 50 marke. Ka